I think. Perfect. We can just leave it in. Thank you. A little bit. Especially when I'm trying to speak Albanian. I'm saying Qysh? Rregull që po fillojmë, Perfect. I think we're good to go. Atëherë, përshëndetje për gjithë pranishmit, faleminderit shumë që keni ardhur. Ky është edicioni I dytë I formatit Diaspora Flet, që po ndodh këtu në Kamenic. Sot prezente këtu me neve kemi prokurorën, asistent prokurorën e shtetit Michiganit, Suzana Shkreli, e cila po vjen prej Michiganit për me bashkëbisedu me 3 në komuna ndryshme. Po shpjegoj pak për formatin e Diaspora Flet dhe qëllimi pse kemi bërë këtë takim. Ideja bashkë ka qenë që paka shumë të afrojmë diasporën me vendet tonë, të njohim njerëz që janë nga diaspora dhe për punën e tyre dhe të ndajmë eksperjencat, po mbi gjitha dhe të ndrojmë pak këtë idenë që njerëzit e diasporës vetëm, domethënë nuk janë të inkuadruar shumë në vende të rëndësishme të punës, po janë përgjithësi kemi këtë idenë që janë baushtell dhe gjithçka shkon vetëm punë të krahut, po në fakt ne kemi shqiptarë suksesshëm anë kanë me bos bashku. Gjithashtu ideja tjetër është që zhvillimi I Kosovës pa diasporën është I pamundshëm. Në fakt, diaspora ka qenë krahu kryesor I këtij vendit. Prej mas luftës u lënë shumë anash, sidomos në aspektin e kyçes në politikë bërje. Gjithmonë I shohim vetë si pare, si investime, po nuk I shohim shumë shpesh këtë pjesën njerëzore. Kështu që për neve si organizata shumë e rëndësishme me ndru kohjen edhe me fillu me pa profesionalizmin dhe trunin e diasporës si pjesë të rëndësishme të zhvillimit të këtij vendit. Sot unë kam kënaqësi veçantë me pas Suzanën prezent këtu në Kamenic. Pikërisht në Kamenic për faktën që Kosova është shumë e vogël dhe na kemi nevojë me ndrru kohjen aktiviteteve. Jo gjithçka më ndodh në Prishtinë, po më ndodh edhe në komuna tjera, se në fundit ka rëndësi edhe kjo pjesë dhe njerëz jashtë Prishtinës të marrin informacione, të këmbejnë me njerëz që vinë si musafir. Kështu që kjo është pjesa që gjitha takimet do të ndodhin përgjithësi jashtë Prishtinës. Kemi pas takimin e parë në Suharik, tash jemi këtu në Kamenic. Të hanën do të vazhdojmë rrugtimin për Nxhinan. Për unë pjep fjallën pa humbë kohë Suzanës, apo falenderoj edhe një herë për ardhjen në Kamenic. Përshëndetje që të gjithëve, më falë, mos qesh me mua, pëse kam nis me folë në Shqip, e tërna me këthe në Ingrish, pëse o ma letë për mua. Une jam Suzana prej Amerikës, jam lindën në Michigan, kam babën prej Ulqinit e nanën prej Grud, ka bjem një Lëgjuraj. Jam prokurore në Amerikës për viktimeve seksualisht për fëmijë. Edhe është më të parën herë që jam këtu në Kosovë. Jam to pass a good time, I guess you could say, right? And I'm just happy to be here, and so and I look forward to this conversation and to any of your questions afterwards. So thank you so much. Bashkëbisedimin me Suzanën do ta bëjmë gjuhën angleze, Lavdia do të përkthem për Suzanën. Suzana kupton shumë mirë gjuhën shqipe, po e teko dhe vetë që ka gja problem me shprehjen shqip, që është e kuptueshme të marr parasysh që nuk e ka praktikuar gjuhën shqipe. Po Lavdia do të përkthej gjitha detajet, kështu që ideja e këtij takimi poshtë është më punë informal, ne do të hapim pak bisedën, mirë po presim më shumë për pyetjeve që ju keni edhe interesit që ju keni për me bërë pyetje Suzanës. Atë në shatë për fillim, thashtë dhe që ky bashkëbisedim ka shumë rëndësi për neve edhe për me afru këtë pjesën e trunit diasporës Kosovë. Që është e shenë involvimin e diasporës në proceset politikë bërëse ose në shoqërinë tonë? Cilat janë mënyrat për me inkuadru diasporën në vendet anë? Give me the gist. Oh, You want? Yes, okay. Just because I'm missing a few words. So she was just asking that which is the role of diaspora and how do you also see your role into integrating diaspora here in Kosovo? Well, I think it's being a member of the diaspora. I have to say I've always been proud to be Albanian, of Albanian origin.
But that love for where my parents were from didn't necessarily grow. I was proud, but when I went to Muncie and I saw where my mom and my father was from, that sense of belonging kind of filled within me. And I think that is very similar for the diaspora. When they come to see Tokenet Nonzebobs, that they feel a sense of belonging that is very, very special. And that then... Am I yelling? No, Lavdia wants to translate. Oh, sorry, go ahead. I just need to... Yes, please. Mendoj që është rëndësishme gjithmonë kam qenë krenare që jam shqiptare, dhe tash kur kam shku në Marsi dhe kam pa se ku ka jetu babaj dhe nëna ime, kam ndjenje, një lloj ndjenje që i përkas këtij vendi. Mendoj që kjo është shumë e rëndësishme, ajo ndjenja që ti përket diku. My story is similar to anybody's story. My parents immigrated. They worked incredibly hard to make sure that we got educated. We being my siblings and and I decided to become a prosecutor. I've always had an inkling towards justice, and I find great fulfillment in serving child victims of physical and sexual abuse. Storia ime është e ngjashme me shumë storie të tjera, do të thotë prindërit e mi kanë emigruar dhe pastaj kam ecur tutje, kam dashur që të bëhem prokurore, kam ndjekur gjithmonë të afërt fushën e drejtësisë, dhe tash jam prokurore për fëmijët që keq trajtohen në mënyrë seksuale. In regards to your question about the diaspora, I think it's essential. We have Albanians throughout the world, whether it be in Chamaria or Albania or Kosovo or Macedonia or Switzerland or Germany or Michigan or Chicago, New York, Texas, and we're everywhere. And it's important that we create a network where, someone in Kosovo, if they have a question about law in America, or if they have an interest of law in America, that they could feel that they could reach out to Susanna Shkreli and that I would answer them, because at the end of the day, we are of one culture, of one language, one history, and I think it's important for us to make sure that we are continuing along that same path where we are promoting one another. That if I'm going to go eat at a restaurant, that I'd prefer to eat at another. Start a business that I if I can help another Albanian. Kësaj përket pyetjes tuaj në lidhje me diasporën, mendoj që është shumë e rëndësishme kjo çështje, pa më parasysh ai shqiptar që jeton në Gjermani, Zvicër, në Amerikë, Chicago, Michigan, kudo që jeton, është e rëndësishme që të krijojmë një lloj mjeti të përbashkët, sepse kemi një kulturë, kemi një gjuhë dhe një histori, dhe duhet ta ndjekim të njëjtën rrugë. Për shembull, nëse duam që të promovojmë, ta promovojmë njëri tjetrin. Për shembull, nëse unë dua të ha diçka në një restoran, do të shkojmë në një restoran shqiptar, të ecim bashkë. Perfekt. Ndoshta isha lidh pak me historinë e Suzanës edhe idenë e njerëzve tanë që kanë shkuar në banë botës dhe janë integruar në kultura ndryshme dhe kanë avancuar në karrierë dhe profesione ndryshme. Për gjithë ju, Suzana post që është prokurore, ka qenë edhe kandidatja e parë shqiptare amerikane, nominume nga Partia Demokratike në Amerikë për Kongresin Amerikan, po ashtu ka qenë e mbështetur nga presidenti Bill Clinton dhe Barack Obama. Unë kisha pas qef më nal pak të kjo pikë dhe me marrë më shumë informacion prej Suzanës rreth karrierës saj politike dhe inkuadrimin në Partinë Demokratike në Shtetet e Bashkuara Amerikës, po ta dim para shumë cilat janë planet kashi politikës në Amerikë. So I just wanted to know a bit more about you. Yep, I just developed. So I guess I would say I didn't grow up political. I didn't think that I was going to run for Congress. I didn't have this big dream of serving, in American politics. But something happened to me in the courtroom. I got to see firsthand the problems of our society. A lot of people are addicted to drugs. A lot of people have mental health issues that go unanswered. And I started to question, the priorities of the people in power. And then I had a realization that I was of the mindset that I never wanted anything to do with politics. That it's just a bunch of fjolla and no action. And I said to myself, I realized very, very quickly that everything is politics. The roads that we drive, the decisions that are made about how we spend, our country's money, everything that you deal with on a daily basis involves politics. Fillimisht nuk jam rritur me ndjenjen e lidhjes me politikën, nuk kam qenë lidhur në sallën e gjyqit, e cila më ka bërë të filloj të mendoj. Kam pa njerëz që janë
shumë të tërhequr për shembull të tërhequr me droga, ka pasur probleme të ndryshme shëndetësore dhe kam parë që do thotë është ajo lloj mentaliteti, është ajo kulture që asgjë nuk ndodh pa politikë. Për shembull, rrugët nëpër të cilat ne vozisim janë të ndërlidhura me politikë, do thotë gjithmonë gjithçka është ndërlidhur me politikë. So, in regards to how I got involved in politics, I started to go to events, and I just started showing up at places, and I started to take more of an interest, more of an active interest. And the district in which I lived, Michigan's 8th district, there was a candidate who was running who had to drop out of the race, so they were looking for a replacement candidate. There was a series of interviews with a number of people, but then they decided to pick me. So I had a question of, do I take this on? I only have 4 months to run this. There could be a chance that I could win if I work hard enough, and if I have a little bit of luck. And the opportunity to make the Albanian community proud was something that I took special pride in. Dhe si jam përfshirë në politikë, do thotë kjo ka filluar duke shkuar në ngjarje të ndryshme, duke u bërë më aktive, do thotë duke u interesuar më shumë se çfarë po ndodh në politikë, dhe ka qenë, unë jetoj në distriktin 8 në Michigan, dhe ka ndodhur rasti kur kandidati nga ky distrikt është dashur që të tërhiqet nga gara. Pastaj do thotë ka qenë rasti, kam kaluar në për intervista të ndryshme, ka pasur shumë pyetje, do thotë çfarë qëndrimi do të mbaj për këtë ose për atë temë. Dhe kanë qenë do thotë vetëm 4 muaj, ka qenë mundësia që unë ta marr këtë rast të vazhdoj tutje, që ta bëj komunitetin shqiptar, nëse do të fitoj do thotë ta bëj në plenar. Dhe ka marrë këtë çështje. And just real quick, I never met Barack Obama, but I was happy to receive his endorsement. He's the type of leader who I would aspire to be like, somebody who puts people first, someone who has respect, someone who has dignity, both in his personal and professional life. And he was always aiming higher. He was always being better. He was always appealing to the best of us. And so that is somebody who I deeply respect. So I was blown away when he saw how hard we worked and that he acknowledged us with an endorsement. And Bill Clinton, love him. He's incredible. Heard that I was of Albanian origin, he said, I want her here. I need to have her here. When I met him, I gave him thanks for all that he's done for Albanians throughout the world. And he is somebody who's incredibly charismatic. He makes you feel like you're the only person in the room, and he loves Albanians. Vetëm dua të shtoj që unë nuk e kam takuar asnjëherë presidentin Obama, megjithatë është një lloj lideri të udhëheqësit të cilit unë do doja të isha, do të aspiroj të jem, sepse ai vendos gjithmonë njerëzit të parë, do të ka dignitet, dhe gjithashtu gjithmonë ka synuar për më lart. Dhe do të dua të them këtë, se kurse sa i përket Bill Clintonit, thjesht e dëgjuar ai që unë jam me origjinë shqiptare, më ka ftuar që ta prezantoj atë në një ngjarje që kanë përfshirë dhe Hillaryn. Dhe do të thotë e kam falendëruar gjithashtu për gjithë atë që ka bërë për popullin shqiptar. Është një person shumë karizmatik dhe më pëlqen shumë. Po kthehemi pak te kjo pjesa e komunitetit shqiptar në Amerikë. Vjen prej një shteti në Amerikë, Michigan, që ka një numër shumë të madh shqiptarëve. Në fakt Michigan po është një prej shteteve në Amerikë që është shumë i organizuar dhe ka një komunitet gjonë. Flitet që janë dikon rreth 120.000 shqiptarë që jetojnë në Michigan, prej Kosovës, prej Malit Zi, prej Maqedonisë, Shqipërisë. Kandidatura jote për Partinë Demokratike ka qenë po ashtu një mundësi shumë e mirë për komunitetin shqiptar në Amerikë më organizu dhe me ndihmu nga një tjetrin që të imejtë për parë. Dhe kjo ka reflektu jo vetëm në Michigan, po dhe në gjitha shtetet e tjera. Kisha dash pak me na shpjegu për organizimin e komunitetit dhe qysh ju ofrohni, çka bëni, domethënë gjatë kohës, e di që për festa, për 28 nëntor, për ditën e pavarësisë Kosovës e gjëra të tjera, domethënë bashkohuni.